Mos. U zoom veshët, është normale? Bje ma ako tu se vdike më. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës të qytetit, ose më saktë podcastin me përgjigje pikante dhe jo pyetje të tilla. Jemi sigurisht me sponsorat tanë të mrekullueshëm KFC-n, e cila ndodhet gjithmonë prap nesh Lufrën. Sigurisht kemi një sponsor të ri që duhet ta përmend me shumë kënaqësi. Juten, për të gjithë ju që doni të zgjidhni situata të vogla që mund të keni, sigurisht Jute ju vjen në ndihmë me financim shumë të shpejt apo jo Kristin? Financim shumë të shpejt dhe me interesa shumë të volitshëm, do ishte fjala. Sigurisht ju mund të klikoni, të informoheni ndërmjet Jutes, keni website-in e tyre, keni gjitha rrjetet sociale, kështu që shumë e thjeshtë, nuk harroj ama një sponsor tjetër që është Go Plus, Go Burger, Go Home, unë do të hap direkt, gëzuar me Go Plus, të cilët duhet thënë që kanë filluar po shpërndajnë dhuratat makina Avatar 2 që vlen mira euro. Prandaj, shkoni te Go Plusi, loja Go Plus, merrni këtë kodin që ndodhet këtu, e fusni aty, bëni 100 kode, futeni në shorte dhe fitoni një Avatar 2, nëse keni fat. Landi është gjithmonë me ne, miza të cilën e ushqejmë dhe nuk e lëm kurrë që të ndrojë jetë. Sigurisht nuk duhet të harroj Argentarin Donaldo, e cila na dhuron këto bryzuliqet e mrekullueshëm që japin ftuarëve tanë që ta zbuloj ftuarit që më shkon me kaq shumë kurrështi, dhe sigurisht Real Motors, kompaninë e cila ju ofron mundësinë që të gjeni makina ose motora me qira për të udhëtuar në gjithë Shqipërinë me një suport fantastik. Prandaj klikoni Real Motors, klikoni Argentarin Donaldo, klikoni këtë doni nga këto sponsorët e vitit mrekullueshëm dhe shkojmë direkt ke ftuari, i cili është një personazh që un kam shumë simpati, e njoh prej vitesh. Është njëri që, me thënë të vërtetën, fjala që më vjen e para ndërmend do të ishte Danoç. Është një çun Danoç. Ai është super artist, shumë i mirë edhe në audio, shumë i mirë edhe në aspektin vizual dhe një super çun i cili më nderon sot me prezencën e tij dhe duhet thënë që është një çun super intolerant me djegse dhe më tha Rut, vetëm për ty dhe për 500 euro do pranoj të vinë në emision dhe po marr medikamente para se të filloj. Vik Kraja! Tashi, përveç shakave, që medikamentet, Çfarë është? për stomakun, Se mos është një karamel. që edhe paret, 500-shën, dhe kur the që... Dhe falenderoj Nexium, sponsor e emisionit. Ja, bos tashi, janë me lek këto punë, diti. E mo leta që... Që kur tha një çun që ta perifrazoj me një fjalë, më dolën djers, lot, sikleta, pse? Është Danoç. Danoç për zot. Thash se më nxori. E mo të shkoni, shiko, për mua personalisht, e para një shumë faleminderit që pranove. Për te çdo lloj shakaje, unë e di që i ke shumë problem djegset, por me sa po kuptoj po e bën për mua. Dhe 500 euro. Absolutisht. Se njerëzit marrin dhe kështu, sigurisht për Jo, shoqëri. nuk është jam intolerant, po thjesht nga që kam çik probleme me stomakun, si çdo DJ që ka një jetë që pin. Ke pirë shumë valla? Kam pirë, nuk është që kam pirë shumë, kam pirë keq, se duke qenë që je i ri, unë kam filluar që kam qenë 13 vjeç DJ. Ku dinim ne shpinë kaçurrel me qumësht, me ponç portokalli, pi kafe, pi të fort pas kanë qenë, kupton? Dhe tash me kalimin e viteve ti e kupton që streq makinën malore dhe mundohet të vetosh. Po. Stomaku keq, e? Po, më është përkeqësu sepse edhe ushqimi dhe jeta natës, dhe stresi, ngarkesa, e gjëra tjera, kupton? Arritëm këtë fazë. Sigurisht tani e më mirë, besoj.
Shofi, tash që mora 500 euro shin vallai sigur e harova. Në rregull, mrekulli. Ti e di se si funksionon formati, nisim nga salsa më pak djegse tek më shumë djegse. Uroj që ti ketë një le të themi avantazh kundrejt të tjerëve, meqense ke një predispozitë caktuar me stomakun, mund ta lësh po themi intervistën kur duash, mund ta ndaloj me salsa djegse. Burri o fletë ma o te ha. Kështu që do shkojmë deri në fund. Apo s'lejohet kjo në televizor? Lejohet në televizor? Shiko, ne kemi një lloj standardi, kështu që nuk para pëlqejmë të flasim me fjalë të pisa, kështu që mos prop. Dakor, e kuptova, më fali. Roqa. Jo, nuk është se kemi me që vërtet, ç'është vërtet. Kështu që fol si duash. Po. Tani si me bujrumin me salsën e parë me qenë se më erdhe, edhe më thuaj tani, është shumë djegse për ty, edhe pse KFC duhet ditë që formula sekrete e KFC-s ka Në më mos u bë pjesht tani? Ne. Jo. Hajt e para. Hajt e para? Hajt. Ora më thej që 13 vjeç, si mund nis njëri 13 vjeç? Po? Si mund nis 13 vjeç njëri DJ-u? Ç'ne? Isha të thënë edhe pa dreka se nga ke marrë... Ne theta hamo, vlla. Nga ke marrë nga dreke, a ku për? Nga përni. Mos do mendojnë njerëzit që jemi live. Treqe mori. Hamo, djeg vërtet Pse peqëm? ndarë është ky emisioni. Si që si Zaka Likanaqi se ke paratut me me. E që qesh, po. Jo, mirë është. Mirë. Është mirë. Okej. 13 vjeç. Një pasion nga i trashëguar nga gjithë familja, që ne kemi pas dëgju muzikë gjatë gjithë kohës, babi, mami, kur punonte në shtëpi. Trashëguar nga familja babi mjek. Po, babi ka qenë, ja ta shpjegoj se është Kod monizmit. Dëgjonte? Në kod monizmit. Unë kam lind 85-ën. Po në monizm ke lind. Në 85-ën, deri në 89-ën unë s'flisja, 4 vjeç kam fillu me fol. Po qa bëte babi më, qa bëte? Justifikoj çdo gjë, nuk flet çuni do muzikë, edhe shpëtonim nga burgu. Edhe që i vogël... I impaktuar, po themi. Po, jemi fis muzikantësh. Halla ime është artiste, buri hallës ka qenë artist, violoncelist, halla pianiste, çuni hallës pianist. Dhe një fis e lidhur me muzikën gjatë gjithë kohës. Unë dëshira për ta eksploruar pak më shumë, jo me duke rënë bateristë, ke Pallati i Pionierëve kanë qenë disa kurse, po besoj Prezi sot nuk i njeh përveç dorës tonë, ka qenë ke Pallati i Pionierëve të bënin kurse me muzikë me gjëra. Dhe me kalimin e viteve, unë njife me një shok. Po. Që quhet Besi, e ka emrin Abel, është DJ, shoku im. Abeli. Okej. Dhe ai më ka futur dhe ai më thënë drejtën më ka mësuar mua që të bëhem DJ. Dhe gjëja më e madhe që ka bërë Abeli, më thotë ishte duke miksu dhe më thotë po dal deri jashtë, ka qenë Disco San Paolo nëse e mban mend. Sigurisht. Po dal deri jashtë, vetëm ndroj këto kanalet kështu. Edhe unë marr mouse-in aty, aq se i njifsha kompjuterin, se isha pak nerd. Dije kompjuter, dija kompjuter. Edhe vetëm sa i ndroj ato shinat. Dhe në moment që ndroj ato shinat, më ndodh diçka shumë e çuditshme që sikur më hapen syt, më bëhet një gjë them, thashun. Po priti se kjo që ka gjë e bukur, erdhi Besi, ta kaloi dhe kong. Okej. Dhe kështu ngela. Ndërkohë që ti u bën vite që punon në profesion e DJ-t, por ajo që mbas një pjesë e mirë e njerëzve nuk di është që ti je shumë profesionist i avancuar, pra një super profesionist në pjesën e vizuales, në grafik apo jo? Po. Po kjo e grafikës? E di se ka lind, prej DJ Likut. Pse prej DJ Likut? Po, fillum duke bë këto festat neve. Be i qika, ulli i qika. Do qik? Ulli i qik. Se dikush do t'i lësë, ju thema semri qa është. Ti e ke qef tequila, apo jo? Kur ka si tequila. Shko, shumica e shqiptarëve që ti besoj e di, shumica e shqiptarëve për tequilën mendojnë se është vetëm shots, domethënë e pim si shoca. Po. Ndërkohë, tequila cilësore, siç është Codigo, se do thonë jo pse Codigo, Reposado. Kjo është një tequila, është këtu. Kjo është një tequila super cilësore që solla Encas për ty dhe është tequila e cila është më pak e dëmshme nga alkoolet e tjera. Është për njerëz që ja din. Prandaj mund ta kisha emocione të papiru deha. Do më thuash ti tani meqense e di që je super degustatori tequilës dhe e di që po e do shumë tequila apo jo? Po, e di, tequila pi. Vetëm tequila. Tani do më thuash nga 1/10, po. Sa mirë është kjo tequila? Hajde gëzuar herë. Gëzuar me se merrte.
Për gjithë ata që janë dietë, tekila është më e mirë, apo jo? Po, më duket se kjo bëhet me agave dhe agave është një nga sheqernat më të lehtëshëm për tu tretur në trupin e njeriut. Shumë e mirë që ka. 10 absolutisht, pa shaka. Pa shaka. Jo se është sponsor. Pa shaka, Por nuk vjen, provojeni nuk kodikun dhe shikoni vetë, është tekila e re që sapo është futur, kam deri në fakt që të kem shishët e pare që janë futur. Kjo është e verdha reposata, është goldi. Goldi. O, shumë e mirë. Hekur sot. Hekur. O që na morin qaf ky. Atëherë. Gjetat apo. Dhe thua ti bab tu hapën sy ty. Po, dhe pastaj na DJ Lloku ti me grafikën. Si më the, po, me grafikën. Dilshin postrat, bënim këto festa, dishin po, ma meshëm e ftyrën, mu trishte ftyra, ai shkrimi këtu, më thash, sa mos ka gjë që nuk shkon, se shifja postrat atje në përbot, nuk dalin kështu këto, vlla, thashun. Ka gjë që nuk shkon me posterin, po. Nuk s'pëlqete. Shkoj tek një videotek që ka qenë tek Rruga Kavajës. Po. Edhe shisnin diski aty, 15.000 lekë ka qenë vjetra, disku i Adobe-t. Edhe unë shkoj e blej aty, e fons kompjuter, filloj instaloj, filloj eksploron, edhe fillova duke bërë postera, dhe avash duke kalu vite, duke u rregullu interneti, gjitha shërbimet që mund mësoj online etj, unë arrita autodidakt, u bëra një fart designeri. Dhe që aty pastaj pata mundësi me hyrë në agjenci etj që u bëra drejtor kreativ, një 15 vite, 16 vite kam punu. Nuk punon më tani? Jo, tash ti kam hap agjencinë time. Ah, okay. Si quhet? Quhet Banda Kreative. U bëra 3 muaj që kam hap agjencinë Banda Kreative, po. Okay. Dhe avash me këto baby steps që jemi duke funksionuar shumë mirë. Mashallah. Inshallah. Do zoti. Jemi ta. Shkojmë tek e dyta. Hajde inshallah s'diet. Sa është kjo e dyta tash këtu është? Kam dhe si ndjenjë faj më burë në që nëse të sonë një gjera mërë. Shiko, për shqitjet e emisionit do ishte super në që nëse të bjenë fikë dhe në një tjetë. Ja them gjëtë ftuar, në që nëse ke nëjë problem madhor, serios, do shisja, po nuk është se dua diçka tjetë. Shimo, si hasi nga ndërgomër, liu prap. Kush është e skadume? Po nuk s'ka as gjithë skaduar, vëlla. Kjo... Që e ka shatu, kjo s'diqka? Jo, më jo. E diti që... E di. Ke, po. Alkooli nuk ndihmon me djegjen, po ndihmon që ti të harrosh. Kjo që ka e poshtë që ka ma hile. Seriozisht i dje kjo e dyta, ama nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Por me qenë se ne jemi podcasti veçantë dhe ne nuk flasim për çështje të tilla, domethënë, si ka qenë fëmijëria jote? Fëmijëria ime? Ke qenë djalë haram kam dëgjuar. Jo, s'kam qenë haram. Jo? Kam qenë kreativ, fantazist. Po varet për çfarë fantazon, se çdo njeri haram varet nga fantazia. Krijoja halle ndryshme familjes, po halle jo shumë. Ke qenë problematik? Ja, kam qenë shumë i dashur. Kam qenë një çun mami i lezetshëm, Viki Mozës më kanë thirrë deri vonë. Seriozisht e ke? Po, jo se kisha mamin bukur e kisha mamin, po se kisha kështu mamshe, nga do. Po. Po se kisha milf, se kisha mamin milf. Po e kisha mamin simpatike. Me Viki Mozës, mami im mësoi shumë nderuar. Në lagje etj. Po çun mami me kuptimin e mirë të fjalës. Isha kështu në gallat, sporte, gjëra. Na ishe tip sportiv. Sportiv, break dance, me muzikë, me shaqe atëre, me se kam filluar që në moshë të vogël, domethënë, edhe kam pas një fëmijëri të shëndetshme. Ti babajnë ke një person shumë të nderuar i cili me thënë të vërtetën kur ishte periudha Covidit edhe mua personalisht kur të kam pyetur më ka dhënë orientimet e duhura, ndërkohë mamaja e njëjti profesion? Jo, mamaja ka qenë ekonomiste. Dega Mercologji. Mercologji, po. Është një degë ekonomikut. Mercologjia merret në qoftë se zgabojmë, të tregoj ignorancën time, merret me pjesën e cilësisë ushqimore e disa gjëra të tjera. Një gjë e tillë ka qenë një degë atëre. Një degë, po. Ç'atëre? Po, bëje dasmën ti. Po. Duhen kontrolluar ushqimet, skadenca e si që shqysh tek çmimet e tjerë si merren, si merren me këto mersin mercologët. Në komunizëm kujton atë shprehje, thotë atë kishim çikçumësh të bënin përshesh, por çdo që kemi buk. Domethënë, ç'a kontrollonin kur s'kishte? Po kishte atë, kishte. Edhe ajo koha ka pas atë bukën e vet. Mos më thuaj që je komunist, më drejt. Ajo koha ka pas bukën e vet. Por e komunist je? Ajo koha ka pas bukën e vet. Më thuaj tani brenda familjes tënde ka nostalgji për atë? Jo, neve jemi një familje dëshmorësh. Aha, mirë, ma rregullove këtu se. Familje dëshmorësh, komunizmi ka qenë diçka që na ka afektuar të gjithëve, Absolutisht. Secili ka ato shijet e veta, por shiko, e di kush e bukura çka ka pas diçka
përveç të tjerave që të gjithë e dim dhe mos bëj kotun sikur po flas për kohët atëherë dhe politikën. Kanë qenë njerëzit më njerëz dhe më të lidhur me njëri tjetrin, nuk e di siç është tek, po nga të gjithë prallat që kam dëgju, Po? kjo lloj ide më është dhënë që njerëzit kanë qenë më afër njëri tjetrin. Nuk e di. Mbase Nuk e di. Kupton, po thjesht ke komshiu që ti shkoje e thoja do më japësh farkosi, a ke dy gota se kam mysafir. Kupton, lart qoftë ndodhte diçka, u hapte dera. Disa afër njëri tjetrit mund të jenë ca njerëz që jetojnë në shoqëri që kanë frikë të thonë mendimet e tyre se kanë frikë mos i spionën vllai. Iku kjo gjëja. E lëm këtë. E kam kalu dhe këtë gjë. Unë s'po flas për këtë që ta shpjegova. Qartë. Që aty Jo, thoje po sa afër mund të ishin vërtet. Domethënë, a mendon se mund të ishte hipokrite për shembull? Mund të bënin sikur ishin dhe si ishin vërtet? Po në çdo, shikoj, di se është puna, unë mendoj që në çdo periudhë ekzistojnë këto gjëra. Atëherë haje më keq se thoje haje çik vdekje. Qelbet peshku nga koka ose dëgjova këtë këngën e Beatlesave ose du t'i mbaj flokët e gjata dhe haje. Ndërkohë unë mendoj që tash sistemet sofistikohen, kupton? Këto gjëra nuk afektojnë si më përpara, por ka gjëra të tjera që në segmente të ndryshme të jetës mund të kenë afektimet e veta, kupton? Kështu që kujdesi duhet të jetë gjithmonë, por mendoj që atëherë prap shoh një pozitivitet. Shiko, është shumë e thjeshtë me qenë në një dhomë të errët dhe me thënë është errësirë. Ajo s'diskutohet. Kupton? Po e bukur është që nëse ke pak dritë, do të kënaqesh me këtë dritën të bësh hije dhe të kënaqesh me këto që ke vërdall. Shi sa bukur e bëj këtë pallojin, këtë lepur. Lutem mos ma bëj kaq filozofike. Viki tani, pse e bëre këtë lloj? Rjeva. Hajde shkojmë tek. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar apo. Hajde gëzuar valla. Hajde më hati se kjo është e treta. Kush e treta tu? Ajo që është pas dyshit. Kjo është Tabasco. E pres kokën, mos u gëgje. Hamor. Jo, merre veten, s'ka problem. Kristina filloi lirësin koka. Këto klifma të... Më që ke mirë me klifma. Unë nuk e dhja që kishe efekte ansore vërtet të tilla me djegëse të burë. Jo, kjo ishte... Ishte, ja? Nga u bë krau me miza, ma. Seriozisht, infarkt është. Shiko, po fillova të dukem mirë? Ore, seriozisht e ke bet tretën? Po erdhi Eva Murati! Hëngri Eva Murati të gjitha su do që burë, që Eva Murati është delikate, është si një trëndafil, vjen ti si një kaktus dhe fillon au, bau. Varet qa ke hongër që qeni vogël. Ushqimi mirë, ushqimi keq, këtë Alën. Alo, bos tash i jepi tjetrës tu, dar. Po ti qa ke ngrënë i vogël o dhe gjithë dje ka i shumë? Pilaf. Pilafi, ja? Pilafi, unë qosha natën dhe... Po eva ha sushi. Po mi pa, sofistikato, që Eva Murati sofistikato, po tash? Gjithësi, shikot, po ta ankohesh ti, po qa duhet thosht Endri me Stefin, o dhe? Endri me Stefin? Ankoha Endri! Po qa them? Atëre ti lastohesh, o dhe, se po ka ngrënë Endri dhe Stefin jetë, o s'ka ngrënë njeri, do. Gjithësesi, ç'rëndësi si ka? Po më pyesje për babin. Çdo kush ka drejt, po sigurisht, ç'a pyeta për babin, më pyeta për babin. Ç'a thash për babin? Unë thash je bër bab vet tani. Je bër bab, je babi dy fëmijë. Dy fëmijë. Alen dhe Amal. Amali është 4 vjeç e gjys. Alen është 7 vjeç e gjys. Alen ka lindur për ditëlindjen time, është një dhuratë që na ka bë Zoti, fiks ditën e ditëlindjes time. Ko fare programuar komplet. Jo, e ke programuar o dhe me dash, ku programohet, por dal me llogariun, s'dal fare që kam qenë shtëpia ditë. Po ti bën llogaritë, rira hadhe që mos ta hap tema tjera. Rëndësishme është vlla që mos keni qenë asnjëri në shtëpi. Po mos kesh qenë ti, domethënë, është problem. Jo, të di. Ore vlla, të lutem. Dakor, është dhuratë. A vërtet, edhe unë. E çik programim ka. Të ngjaj. Programim ka. Je tenton i koeficient 5. Edhe kështu shko me më vin hale do ta masë që derisa të vike funi. Kupton të shkosh, të shko pas 2 orë para tu te nale. Shumë mirë. Kështu që në një ditë dhuratë të ngjan? Më ngjan është një klon. Jam unë kloni i tij dhe ai kloni imi. Si e përballon gruaja këtë? Të paktën thot larg qoftë nëse ndodh gjë ty. E të kam aty prapë. E ka një fikse. Është më fal se kjo s'bëhet në televizion. Nuk bëhet televizion ai, po si në televizion jemi YouTube. Televizor e them, televizor është. Televizori. YouTube është televizion e ri. Është e vërtet. YouTube is the new TV.
Është më se vërtet, me thënë të vërtetën. Aleni është që Edhe unë jam njësoj se kemi veprime shumë të ngjashme Amali? bashkë. Ngjan? Amali është një qelbësir, është një grua 40 vjeçe në trupin e një 4 Po, vjeçare. e 4 vjeçare. Mimikat e Amalit janë të llatarshme. Dhe kompletuar, domethënë. Do t'i uroje fëmijëve tu për shembull që të bënin DJ Llokut, për shembull, po e them sigurisht në një gjë negative, po tipit që të ishin në këtë profesion. Shiko të shpjegoj diçka. DJ Liku është i lidhur shumë ngusht me jetën e natës. Jeta e natës është e lidhur shumë ngusht me shumë gjëra dhe shumë faktorë që s'para ndodhin ditën. Ndodhin dhe ditën, po s'para ndodhin ditën. Dhe ku është natën, ku është pak më errësirë, ndodhin gjëra të ndryshme, njeriu lëshohet pak më shumë, është më pa rregulla e të tjerë. E vërtet. Ky është një profesion që duhet të jesh shumë i kujdesshëm për shumë arsye. Është shumë e kollaj me dal nga vetja, me abuzu, me jetu momentet e këto gjëra, kupton? Por ka pasoja të tjera mbrapa. Unë kam pas fatin, unë kam pas fatin që kam netur me shoqëri dhe jam rritur në një vend që në një familje që ky kujdesi na shton gjatë gjithë jetës, duke qenë që babi im profesor doktor, atëherë kur pati ardh Aktiv Plusi që ka qenë një lëvizje nga Amerika për të rinj që drogoheshin, AIDS-in e të tjera, babi ishte shumë në afërsi me këtë gjë, se babi ka zbuluar dhe sidën për të parë në Shqipëri, 1993 me ekipin e vet. Edhe me kë, me vllaznin? Jo, ekipin e mjekëve. Dhe kur ndodhi kjo për herë të parë në Shqipëri, u morën dhe u çuan jashtë dhe u trajnuan etj. Tani shoqyr zotit ama, sida është goxha menaxhueshme për ta thënë. Tash sida është vërtetuar. Jo. Sida është vërtetuar që nuk është më një sëmundje fatale. Absolutisht. Po edhe mjekësia ka avancuar edhe viroza ka humbur atë. Shiko, ditët them, qyq anone. Ha më vlla siklete, Ditët them. Pra që të ka ruajtur babai po ishte thelbi. Familja, shoqënia ke pas mirë. Të tjerë dhe po, kam pas shansin që abuzimet e mia nuk kanë qenë fatale ose për të më çuar në një drejtim tjetër. A të ka thënë ndonjëherë për shembull prindrit e tu, kujdes mos merr pije të hapura se të hedhin gjëra brenda? Po, ja kam thënë para sa kohësh, edhe kur ra muhabeti. A ndodhte vërtet kjo mo Po ku janë o rudo se ngelëm tu i ble plako. Ku janë? Mos të drog njëri, të drog tjetri, shkojnë në gjof njerëzit tu i ble, tu ja marru. Ku janë këto që ta Po ke lënë pijen ti, pse se lë vërdall? Pra vërdall. E ke lënë njëri se ti je tipi që gjithmonë me gotë dorë, ç'a preti? Shiko, përveç shakave, ky ka qenë një mit filmash. Atë mos e thuaj ti. Një sekond, ka qenë një mit filmash që edhe ka ndodhur. Kupton? Ka qenë një mit filmash që edhe ka ndodhur. Hajde merr. Po unë s'kam pa gjë me sy. Ore vëlla, po mirë, dakord. Ma do ma zgjidhësh si kuriozitet, megjithëse jam ignorant në këtë fushë. Ç'a mund të thithë më burr? Shiko. Se të drogë në pije. Ç'a do të thithë? Po një sekond po. Ka ilaç gjumi. Ka disa droga. Shiko sa mirë kanë këshilluar. Jo, ta them unë. Ka disa droga. Unë kam bër fati që unë i njoh drograt shumë mirë. Kam bër ti ke pas një shok që Jo, kam bër 2 vjet mjeksi. Dhe në vitin e dytë kur isha ke një universitet, e lash pastaj mbarova juridikun. Kisha për të bërë privat, po, kisha për të bërë. Mund ta thuash emrin se Ke zoja këshillit mirë kam qenë. Falenderojmë zonjën e Kam bërë një research kishim bërë një research dhe një prezantim në lidhje me drogat. Duke pas dhe babin, u futa dhe bëra një research të papar. Për drograt. Për drograt. Dhe një nga drograt që ishin është një që quhet love drug. Love drug, Po, quhet love drug, që është acide, jo GHB, kishte ca emra disa gjëra dhe ajo siç e ke ti ke gotën ta hudhin, që ti se shefare nuk ka asnjë asgjë. Ti e merr e pin dhe pa pritur fillon lirohesh. Nga love drugi. Po, mund të zëj dhe gjumi. Është love drug ose rape drug, varet se si e quajnë. Rape drug, droga e përdhunimit prej. Po, kështu quhet. Pra ja u hedhim gotën. Po janë acide, po njerëzve çon si ka me 10 lekët po plako. Ta hedhin ty nuk je koshient, e di që ke lekë telefonin, ke çestin e makinës e tjera të marrin edhe ti nuk je i ndërgjegjshëm për atë kohë. Unë personalisht nuk kam dëgjuar për asë tillë në Tiranë, nuk e di nëse ke dëgjuar ti se ke edhe më shumë eksperiencë jetë natë. Tash Tirana është e madhe, po është e vogël. Dhe njerëzit që dalin natën, komuniteti jetës natës do ka dëgjuar 30 të dalmesh, do njifesh me tjetrin në sy, e di kush je. Edhe në grupin ton që dalim të gjithë natën, njifemi me njëri tjetrin, nëse mos personalisht me sy. Dhe nuk është që Landi. Dhe nuk është që është aq kollaj me bë kështu lloj manovrash.
Ma kuptoj, po juve edhe sikur t'ju hedhin valla, si as korrenti tani pas gjithë aty. Çfarë dush. Jo, po kjo ekziston, është e vërtet. Nuk e di realisht. Jo, dhe kjo nuk bëhet vetëm për faktin me afut tjetrit, me gjithë kuptimin e fjalës. Po është faktin që do të jesh në një gjendje tjetër edhe e bën atë punë. Interesante. A ti ke sa vite prit një herë, jemi. Futit 4 si e. Kush e 4 ke këtu? Orudo po dirësidhës la, si kal. E që do thot kjo? Manovrushme. Manovron, ha? Qish bënda një ha krapulli që ti i ki djegje. Ta kuptova stilin. Ndërkohë ti u bëre 7 vjeçte i madhi, 4 vjeç e gjys e vogla. Sa vjet vajte ti martuar? Se kam mendjen çapo thon, fal. Sa vite ke kështu që je në martesë, në lidhje në? Të jam? Që i martuar, sa martuar? E po në një lidhje, më nëse quaj martesë. A tu e ke vllai gëzuar valla? A të paqim. Edhe unë të paqa. Mi pastron çika. Të pastron. Ua, që sikleti ky më e. I nxorret këq jetë, valla, sa unë. Me flokët mirë. Je i pari ftuar që jem keq se unë me flokë. Mos më shani për flokë unë për koment. Unë me Amandën njifem që në vit të parë gjimnaz, Petronin. Qa thua, jeni sweetheart sa qeret? Po. Jeni që fëmi? Po. Amanda ishte, si me thënë, bukurosha klasës. Edhe unë, e pash pëlqeu, si që janë gjithë fillimet e para që qa vlerësove. Vlerësove ishte gocë e bukur, vishte bukur etj. Dhe në fund të vitit të tretë, fillova duke u afruar, e nga viti 4 u lidhem, si me thënë. Që në vit 4 kemo legjend? Fund viti 3, vit 4 u lidhem me Amanda dhe që në vit 4, deri tani ne s'kemi martuar, s'kemi bërë as letra as gjëra, kupton se unë... Po ka kalu afati vëlla, nuk bën të martes ti. Jo, më bo kur du pse më martohesh mas 50 vjet dhe martohesh me çdo njeri. Bashti më burr martes më. Pa mirë, dakor. Nëse e kam fjalën që nuk i kam besuar kur këtyre. Ti të martohesh tani me Amandën, i bie ti të ftuar te dasma juaj. Po, s'ka më sens. Po. Po vajte 20 vjet. Gati 20 vjet, po. 20 vjet. Po, ka me dorë. Këtë kap të Olsit. Tëndin. Kape me dorë. Po shikoj nga Olsi kape me dorë. E thash do Olsit orë edhe aty. Ore me ç'a të duket mund? Atë duket unë më martuar me fëmijë më. Ç'a këto deklarata që kape me dorë? Kape me dorë Olsit o vlla. Ti kape me dorë. Kape me dorë të Olsit. Kape me dorë i thash Olsit, ti po dush kape apo dush mos ta kap valla? Do të kap të Olsit si njeriu tjetër. Unë jam aq stres sa stimin s'kap. Lena rahat tani. Po, e vërtet është. E vërtet. Ore dëgjova një me ha më vlla ke çik siklet. Kujto Kristina që të marrim dhe Antidir sponsor në emision. Jo, çeka të mërshme. Ta e vika nga poshtë, vika ashtu si vllag. Ashtu nga poshtë kur të vjen është më... Ore, dëgjova një studim shumë interesant para se të pyes për se si dole është e vështirë për shembull që ti jesh gjatë në një marrëdhënie, ndërkohë që ke edhe një profesion jetënate e tjera me radhë. Është e vështirë, e di përgjigjen çfarë do të thuash, politikisht korrekt do jesh. Jo, e vështirë. E vështirë është. Unë nuk kam qenë kur një tip që kam dash me bë aventura në jetën time. Je natyrë monogamike. Ka dhe nga këta. Monogamike në sensin që si ishte kjo fjalë? Monogamike. Ashtu jo. Monogamia. Nga Go Plus e Libri. Po hape më pi çiko burr. Së më çmendë. Si kemi këtu. Do vetëm tekila. Tu a boss tash çata. Do vetëm kodigo, është i ftuar i gabuar për Go. Gjithsesi kopi vet Go Plus gëzuar. Mos harroni, makina. 8 makina avatar. Ma thau shishën. Ti tash. Ti s'do. Jo, unë s'do se pi shumë. Ishte na marrë me vete. Merre me vete mor vlla. Shiko. Fal kodigo ti. Unë nuk kam qenë tip piçkollonj që vija vërdall. Amandën ja kam pas fiksimin e jetës dhe e kam akoma. Ka qenë një tip shumë tolerant me mua sepse me profesionin që kisha unë, gjithë gocat edhe sot e kësaj dite, kjo është pite që ja bëjnë gjithë edhe Amandës, si duron ti, kupton? Po një bashkëveprim me tolerancë dhe me mirëkuptim që mua më kanë ndihmuar shumë dhe sot e kësaj dite që kemi fëmijët, që unë vazhdoj pasionin, profesionin, karrierën time, kupton? Dhe ajo është tërhequr pak dhe nga profesioni vet që është arkitekte, dhe i ka kushtuar më shumë vëmendje familjes, edhe biznesit që ka, po sido që t'jetë më ka dhënë goxha liri për të bërë këtë gjë. Dorë. Absolutisht po. Domethënë është meritë e saj. Kot nuk thonë, edhe pse është që klishe ajo shpreha që pas çdo burri që është i suksesshëm ose realizon ëndrat dhe pasionet e tij,
shihet një vjerë habitur. Po, dhe pas çdo gruaje të suksesshme është një burr që s'do të shkojë në shtëpi. Kjo është e reja. Interesante dhe kjo, është e bukur dhe kjo. Gjithsesi çfarë do të thoya unë për këtë muhabetin megjithëse më kujtove të prekjen e Olsit që vazhdon qesha, i vjen mirë atij. Të mërshme me qa njerëzish, kupton ta kesh koleg. Nuk është ashtu siç duket. Paka shumë kështu bën e gjelat kur Çfarë ngjyre është tash? 1, 2, 3, 4, ke 5 jemi. dashuria shëron gjithçka vëlla. Shëron gjithçka dashuria dhe unë jam pro çdo gjëje që ka të bëjë me dashurinë. Do shërohesh ti, do shërohet Dorsi, po do smuren gjithë tjerë. Ha, më dogje? Qa po, po është gishti ai vllachko, është gishti. Duhet ta haj me të gjithën, me që ishim ka dashuria, Jo, si ishim që të mos dashuria. djegi. Si ishim të dashuria, po ta hash gjithë dhe nuk ka lidhje me dashurinë vlla. Ja, Ha. mirë, Por e mirë, po i përballova, pse bëri kot si viktim? mirë. Qa ke marrë më vlla, anestezi kali? E ma thau dhe ujnë. Hekur! Uaqna, bravo. Vëllam. Po ti pi ore, shpi shpina shuti ti, po kozilak nuk buzën pi ti. dot alkoolin. Palesë do ikim të dy, pastaj mas dite, po pi. Megjithëse jemi tek profesioni, Po. kur i njove këta Thridocat? Si erdhi kjo marrëdhënie me Thridocat? Sa e bukur është kjo. Atëherë jo. Po, rafsh. Jo, ti shiko, Ke veç dhe rosë. po më e kupto? Hajde Sofi, hajde, s'ka një vjejo. le dalish ne, le dalish. Jeve këto, jeve, vetëm i që ujnë e di veti, se është ai muhabeti që fare fol bashkë. Sa Me këto- kujdesshëm që është të vdes. Me çuna. Nëse del dora, është dora Olsit. Nxirre çik te kamera dorën. Aha. Si është historia tani e Thridotave? Mbaroi publiciteti. Unë jam njoft me Thridocat nëpërmjet dizajnit. I dizenjoi çunave? Ka qenë duke u bërë tash i merdi. Këtë se ma do ta sme ujë. Qa ke më bash? Tash i merdi. Qa tani të erdi? Qinon. Ti pas ka djek neuronet fare jetë e natës. Vika 3 minuta me vonesë. Jam keq fare. Qa ke vlla? Qa ndjen? Ndjen miza në përduar? Këtu, tek pjesa këtu. Merdi kështu si. Po i ndjet e dyja duart, nuk ka rrezik infarkti. Ka qenë duke bërë klipin në Thridos edhe u deshin me bërë një mur me adeziv. Në falni, s'ma malet ma. Një mur me adeziv me disa shkrime. Edhe unë vollin e emision. punoja tek ku po shko? Ti këtu jam Ku i unë ke shketi, ti? po ka puin. Hajde. Edhe vazhdo. me të tapën po. Shiko, edhe dështë të bëj një dizajn, edhe unë punoja tek Radio Energy. E marrë mend? Po. Ku ka qenë tek 106.6. Lani, është akoma 106.6, po ke Andi. Edhe Andi duke qenë që ishte pjesë e menaxhimit me Florin me këto, edhe Florin duhet bëjmë 2-3 dizajne këto. Dhe thot Andi, por e kam një djalë aty që ka ardhur, merret me dizajn, është DJ etj. Edhe unë filloj bëj një 2 dizajne, ja 2 gjëra. Më vonë ndodh që unë kisha fillu bëja datat e mia të para në Kosovë, shumë vite përpara, 2013-2012 fare, nuk e di, kam shumë vite. Edhe më thot Andi, kam babin pa qef, më duhet ikin në Itali, të lutem, ma Po shkon lere me më Florin. Olso. Po lere më muhabetin e burë ti, Po lere, kër. Si vjerë. Le, duke dhe eqim post. Edhe më thot, a mund të shkosh ti se unë nuk jam dot. Edhe nisem unë, marr makinën nga Kosova ikin Korç. Edhe do t'rregoj muhabet me këtë Korçë, sa ti ndodhi kaj lokali. Ishin ja 3 burra, gangstera vlla fare. Edhe duke bërë shaka etj shkoj unë aty dhe më thot më njëri, e njeh vëm tha mu Pandi Raidin? Kush Pandi Raidi thashun? Ai zuri te pe qesh. E unë ngela thash, po qëroj thashun, edhe korçar dhe gangster. Po ato ishin, ato si që ishin, uzbejën të gjithë,
Unë si qisha, u të roqa mbrapa. Edhe hika. Dhe më thotë e çuni banakiri, pastaj që kshu, ai ishte filani etj. Nëse iku ki mohabet. Ai shok me Lamin Beratit. Edhe kur shkojmë atje, vjen Flori, unë i bëj hapjen Florit, nuk e mbaj më duket se nuk i luaj disa këngë, thjesht i bëj hapjen Florit edhe që aty patëm një kimi shumë të mirë, se unë gjithmonë jam shumë euforik në skenë, jam energjik, du të kërcej, du të lëviz, pishkëllej, budalliqe, kupton? Edhe që aty u lidhëm, dhe mas asaj kohe bëm një lidhje familjare, vllaznore, Bluetoothin, i themi ne kemi nes Bluetoothin, edhe gjetëm shumë mirë njëri tjetrin në marrëdhënie. Ju keni pas shumë suksese bashk, ti besoj ke qenë ti ke qenë pjesë e suksesit jashtëzakonshëm Flor Majesi, fenomeni Flor Majesi. Besoj në tripe, në udhtime, në festivale, në shtete tjera, di që keni dalë jashtë Shqipërisë, në Amerikë, eksperienca pafund. Si është jesh grup me ta? Qa është gjëja që të pëlqen më shumë në marrëdhënie me ta? Për te suksesit profesional, për flas. Të qenurit familje, me gjithë kuptimin e fjalës. Do të thënë, Three Dots ashtu sa duket që është gallat, lokale, qeshje, hare, Karagjozliqe, është një familje që të vlerëson, të qorton, të dënon, me kuptimin e mirë të fjalës, nëse ti nuk i përshtatesh rregullave, të cilat këto rregulla janë vetëm për të mirën tënde. Cilat janë rregullat? Rregullat janë puna, konsistenca, 2-3 këshilla që duhet i ndjekësh nga Flori, që absolutisht për mua është një shkollë më vetë, është universitet. Kupton? Jo se jam unë vëlla me Florin, shok e shumë më shumë. Por që ditë të them që Flori është një shkollë, që të gjitha fjalët që Flori ka thënë dhe unë më përpara thoja atë që a fut pordhës, ky na çau, thon tash ja hu me këto llafet e veta. Mu më kanë dalë sot e kësaj dite të gjitha. Dhe nëse kam diçka që më funksionon ose një sukses të vogla që mund të kem në jetën time, e di shumë mirë dhe e mendoj që kam bërë ato veprime që Flori më ka këshilluar më përpara, që të bëhet kjo gjëja, duhet të bësh këtë detyrën e shtëpisë, që të bësh kjo gjë, duhet të bëhet kjo gjëja. Dhe mas shumë kohësh arritëm ke një semafor që Flori na e thoshte shumë vite përpara. Cila është këshilla më me mend që të ka thënë Flori ty? Midis shumë të tillave. Çam ka thënë këshilla më me mend e Florit? Një gjë që mua më ka thënë që duket shumë klishe është vetëm ul bythën dhe puno. Kaq. Kjo është. A është vlera më e madhe e Florit konsistenca dhe puna? Absolutisht. Është shumë punëtor Flori? Flori është një makineri pune vetë flijuese. Flori është shpellar, mbyllet në studio dhe nuk del derisa të dali me atë gjën që e ka në mendjen e tij për dal. Talent, krijues e të tjera, këto janë fjalë që ekzistojnë, po unë di të them që vlera më e madhe e këtij njeriu është puna, është i frikshëm. Mënyra se si ai njeri punon për të realizuar një plan që ka në kokën e vet, është e frikshme. Siç është dhe biznesi që ka, që është shumë i konsolidum, duke qenë dhe që Shqipëria ka pas pafund biznese gastronomike etj, kupton? Arriti të bëjë një gjë që është shumë e mirë, siç ka qenë pjesa e muzikës, që është e vërteta muzika shqiptare, të ta çaj kokën të bëj një përmbledhje të vogël kësaj gjë, se mos duket sikur po e zgjat shumë mohabetin. Ço duash më? Muzika shqiptare ishte një moment shumë e bukur, kohët e vjetra, me producentat e vjetër, me kompozitorët, Tex Cruisin, flas koha Vaçezela, koha e gjitha këtyre tjerëve. Pastaj filloi kjo epoka moderne, që ishte tentativ. Flori mund të veçohet një artistje brenda aty. Absolutisht. Ato e mbaj nuk bëhet fjalë fare, po flas për muzikën moderne. Kuptoj. E re, domethënë kjo. Po. Pjesa e të rinjve. Po. Erdhi Flori, bëri një revolucion në muzikë, absolutisht. Shumë thonin jo tallava, jo kjo, jo ajo, po mënyra se si ai solli të gjitha zhanrat ishte shumë moderne. Dhe çoi muzikën shqip në një nivel me muzikën bashkëkohore, dhe muzika shqip e futin klube. E futin klube.
Unë kam filluar të bëj DJ-in shumë vite përpara dhe neve kushtonte muzikë shqip e shpërfillni me përshmonin, po ky më kupton me këto muzikat. Se kemi qenë brumos ashtu. Pastaj ndryshoi gjithë gjëja. Dhe tani çfarë ka ndodhur? Nga një mbiprodhim i muzikave dhe nga tërheqja e njerëzve që vërtet i kanë vlera kësaj muzike, jemi në këtë fazë ku jemi, që kanë ngel shumë pak artista që vërtet ja vlejnë. Dhe ja vërtet punojnë për të nxjerrë muzikë të mirë. Po direkt pas kësaj, se Si është impakti i muzikës së Kosovës? Kosova krijon një rrymë interesante, absolutisht bazuar nga çfarë vinte nga Shqipëria, se ta thash muzikën fillestare moderne që e rafinoi ishte Flori, absolutisht dhe bashkëpunimi që kishte me Getin, po që erdhi një rrymë e re, kosovarçe, stil kosovarçe, shumë moderne, impaktoi absolutisht në Shqipëri. Më përpara deshin kosovarët të bënin muzikë si Shqipëria, pastaj u bën shqiptarët që deshin të bënin muzikë si kosovarët, duke përdorur dhe zhargonin na, e bojna. Po. Gekshe. Gekshe, po. Edhe tashti dëgjosh vlonjat Gekshe për shkak ishte perla, çfarë kemi dëgjuar. Po ka. Po e kam dëgjuar më edhe themi vlonjat. Dhe tani jemi Shatë të them se na jemi gangster. Na jemi gango. Tani është në një fazë që shumë pak artistë kanë ngel që po prodhojnë muzikë të mirë, që veçojnë noise-in absolutisht. Si albumet, si çdo gjë, si performanca, si identiteti, imazhe të tjera, është një Aurela Gaçe që do mbetet gjithmonë një Aurela Gaçe. Flori që është Flori, që Flori e di kur del. Mandi. Kush Mandi? Mandi më stilin e vetë shumë i mirë, Mandi në shtullës. Stilin e vetë, Mandi është Mandi. Po Mandi është gjeni, ore. Po. I papar është. Mandi është gjeni. Po si e bëri atë më valla? A nuk është e papar ajo Pipzat për shembull që e ktheu Mandi është gjeni. Pipzat që e ktheu në Sarrile pastaj. Po, është gjeni. Ajo është kryevepër, nuk e di si e ka realisht. Po megjithëse jemi tek DJ Lloku, do të bëj një pyetje DJ Lloku të shpejt, sa të dush. Unë ignorant jam, kështu që. Nëse do ishe DJ në funeralin e Enverit, po them. Po. Çfarë tragu do hidhje për atmosferë? Do hidhja këngën e Bojken Lakos. Asje largët? Bravo. Nuk ka me stresin let. Are you ready? You must be ready. Okay, unë jam Rudi. Cili është DJ që do jepje Oscar për faktin që bën sikur performon, domethënë shumë i egzageruar në këtë pjesë e performancës edhe pse s'duhet, kupton? Përse ke ndonjë emër që egzageron shumë. Ja, është politikisht korrekt, s'ka problem. Jo, se në festivalet të mëdha janë setet deri diku të para përgatitura. Qartë. Që të lidhen vizualet të gjitha, kupton? Po ke sa dush DJ që janë patate, ke sa gjys janë. Dakor. A ke bërë ndonjëherë DJ në një lokal që ka pas më shumë kamarier se klient? Po, sa duash. Po. Më ka ndodhur. Shiko, unë di të them që përveç se më duhet një kanotier re, një bluzë re, di të them që festat e bukura të gjithë DJ-t, pa përjashtim. Festat e bukura mund të numërohen me gishtat e dorës. Nga se varet ajo që të bëhet e bukur një fest? Duhet të drejtohen të vënë në vit gjithë planetet e tjera. Do të është një vibe që krijohet sipas së vet. Qartë. Është vibe. A ke, jo, e thash këtë, Oçuni, a vendos pak të këngën sa shpesh të shtën dhe çfarë ke thënë kësaj gjëje? Vazhdon dhe më thuhet. Më përpara ka pas raste që e bëja, kurse bëja kam pas dhe probleme, pse kujt sa ve këngën tie, unë jam ky, unë jam ai, unë jam kështu. Kurse tani duke qenë që unë zakonisht kur dal me performu kam një mini ekip timin që kam një djalë që është edhe menaxheri datave, kam një djalë tjetër që më ndihmon me gjërat e tjera. Zakonisht kur jam në skenë, masazhator. Jo, s'kam as, kam 2-3 çuna kam. Që kur vin, nëse ka diku për request, flet me tjetër person, nuk afrohet fare. Nuk merret me. E pas ke Goxha Rottweiler. Nëse do miksoj për Edi Ramën dhe Sali Berishën në një after party të përbashkët, çfarë seti do ju bëj atyre? Për të dy bashkë apo veç e veç? Bashkë. Po ti bëj edhe dy, domethënë po. Domethënë ti ishte Sala me Edin, bashkë after party, llogaritë vetë si mund të jetë atmosfera.
pas zgjedhjeve, dihet se kush ka fituar, s'ka problem fare, ne jemi vëllezër, jemi miq, ti duhet luash aman në sfond duhet. Muzikë klasike. Klasike. Muzikë klasike, se do ishte bukur edhe po të kishte sherr për shembull. Tiesto? Beethoveni. Si Tommy me Jerry. Bukur. Klasike fare po. Cili momenti më i turpshëm që të ka ndodhur si DJ? Oh. Ja më vllaçka. Kam qenë duke punu ke living room. Po. Kati 2, living roomi kishte katën e 2, brenda katën e 3 taracën. Kisha një palë pantallona, e kam thonë gjithmonë një palë pantallona Lino Leila. Dhe unë nuk haj kur para se ti këtë luj. Atë natë shkova hongra tortellini pana prosciutto që më raft një gjë ç'desha. Kam dhinë brek. Kam dhinë brek me gjithë kuptimin e fjalës dhe dola nga stage, kishe një stage që u hapte kështu si der cowboysi. Shkova në banjo, u pastrova, u bona aj sa mundesha, mbylla natën dhe ika në shtëpi, ndërkohë isha dhinë brek vlla. Deke kavilja. For real, nuk bëj shaka, është e vërtet. Dhe që atëre unë kam Macchiato. Unë që atëre nuk e kam tut çan me USB-ve, unë nuk vesh më lino dhe ke USB-t kam loperamid që ndalon purthin, fut tapën loperamidin. Pin 2 copti, dalin durt aty. Sinqerisht nuk kam pas një të ftuar kaq natyral sa je ti, domethënë kjo është e padiskutueshme. Futi tjetër, futi se to. Nëse do martohesh me një zhanër muzikor o Flori, me çfarë zhanri muzikor do martohesh? Jemi tek shtata. Shif hap prapë të pëlqeu, sigurove me atë që e përballon. Do martohesh me një zhanër muzikor, me cilin do martohesh? Do më japësh ritëm. Me muzikën elektronike. Bukur. Ka shumë zhanëra brenda, po me aty kam pas fillimin që i vogël dhe aty do isha. Muzika afro është shumë e bukur, me thënë të vërtetën, është shumë e re, tani ka dalë. Është muzika pop e re. Ja, Afro House ka qenë tjetër gjë. Ka ndryshuar thuhet. Afro House i tanishëm, me Afro House me çka kanë qenë? Po sigurisht evoluoi. Janë komplet dy gjëra ndryshme. Okej. Pra emri është i njëjtë, jo muzikë. Dakor. DJ që pi vetëm ujin për klabe, çfarë mendimi ke? E bëj dhe unë shpesh me muaj të tërë për të detoksikuar dhe janë periudhat më të tmerrshme të mijat. Si DJ? Si DJ jo, sepse setin e kam shumë rregull, njerëzit kënaqen, po unë e vuj shumë të gjë. Pra nuk argëtohesh, do një gotë alkoole. Po, absolutisht. Për mua po, sfundje profesionale. Cili është zëri më i çuditshëm që do dohet përfshihen në një mix? Zëri i çuditshëm do të jetë një zëri i çuditshëm, mund të jetë një batut, mund të jetë një zëri dikujt, mund të jetë pjesë e një këngë, mund të jetë ku do ma ngulësh tikën. Ajo do të fiks. Shumë e bukur është ajo, ku do ma ngulësh tikën. Jari. Ku do ma ngulësh tikën. E bukur është. Gjithsesi, bukur, e provojnë shtatë, se s'ma provojnë shtatë, më ke provuar të gjashtën. Ha me man. Këtu jemi apo këtu? Ku jemi? Këtu jetë shtata. Ti e di që unë kam shok visin apo jo? Që ka viskoza. Vis popën? Jo, visin tjetër. Vis dakon? Me përshëndesin vis. Ora, kërkoj çdo të thuari këtë, dhe Kristina vdes për këto berzoletat. Po. Ha vlla. Nxirret ja. Nuk nxirret nga goja. Aman o vlla se ke o muhabeti që ke nxjerr gjëra o që do të nxjerrësh o burr. Ha, për ty mbaje. Djersi të rishik, djersi? Qumësh duhet pish. Ja, qumësh dhim brekun. Po sa delikat që ka më burru. Dihet të dishe sa gjona tjera. Goca ime 6 muaj vllai është më tolerante se ty. Si gjerish po. Dhe më në kontroll të nevoja. Dakor. E më zë më thua është e përselet më. Si u s'ku gjua. Po pi diçka, pi Go Plus, pi Kodigo, pi Lufra, pi të gjitha e kemi. Saroni shorteun e Go Plusit. Si ndjek këmbët? Këmbët e mia i hoqa. Ue, ti e qorape së mënëm. Aman o vlla, se qike, hoqi çorape, po zotin. O vllaj.
O Kristina, dil për zotin. Leon çorap për televizor? Vetëm brekët ka ngel valla. Vetëm brekët. Po çorapet për çaj hoqi? Ç'është kam? Kishe siklet nga këmbët? Jo, që jam mirë. O vlla. O vishi çorapet. Jo, jam Po mirë, do s'viner, filloj unë nuk hallë. viner, jo. Nuk viner, me jo. O vlla, E ku jemi? vlla, tani unë jam tolerant me djegjet, po më ikon lot i bie që duhet jetë nga era. Sepse ka problem me nuhatin, kështu thaj, shoku im. Ç'a tha? Sekond. Kjo ishte. Mo fare. Ç'na bëne mo arse m'diqa. Nise Uj. fresko, freskon. Po pi çik qumër, apo ka hall. Bje ma ako tu se vdiqe mo. Haje. Mund na bin të fikët e. Jo, mor burriozës. S'bin fikët, ha? Ku do bien S'ka fikët? vdek një nga të njone. A do mos e thuaj. Na falti. I këtë e drejt zoqeri këtu dhe me këto muhabete. Jo, ne nuk kemi graq na shohin. I vetëm Kristina është. Ky është emision sponsorizuar Nga X në XX. na kanë ngel me këtë. Ta dia që ishte kështu kishim marr prezervativ për sponsor, më valla. Vazhdojmë. Çfarë ke gjë se më duket sikur kanë kaluar 3 orgazma me ty sot. Vdiqja daja. Oh. Kush ishte tjetra? Oh, valla, këto audio do t'i marr që t'i bëjmë kështu për dublim për porno më. Si Tambrama, e diti? Jo. E di apo jo? Jo. Do ta shkrep Stuttgartin, mbretëresha ime. Kjo është audio tekst Po, nga. po them, atëherë fillon duke. Kur them që s'ka skenarisht Shqipëria, thon jo. Po. Çe çizi, kupton? E di çfarë kujtohet? E ke vënë që shumë filma shqiptar kanë skenar, sigurisht film pornografik. Po, është i moderuar. Po çaj nuk ka fjalë E bën ti që në fillim që ka Po një gjë është brenda. është e njëjta thellësi skenari, kupton? Vërtet. Më thoti shoku im, ishim vllai, bledh. Qelpsi. Është kafshë pa qelpsi nuk rri me ty sot valla. Jo tash. Nuk di të vëve. Po vjell kanë heq çorapet, po pi tequila. Unë se di çfarë Heq them. kapelen, ka ngel veç me heq brekët. Unë se di çfarë them. O dhe këto tash, o dhe mos u bëj si ato me gishtin e unazës më të lartë. Si me gishtona. Bosta tash këto. Pa nxirë edhe një herë gisht. Që ka shkurtu çik. Shiko tash. Ha një herë. Vjen një miku jon që ka një platformë televizive. Edhe një nga shokët tanë i thot, aman o ti filani, thot. Ha, i thot e qa ke? Po jepi një update këtyre filmave porno, tha. Pse, tha? Po se po e njofim njerëz nga i tha. Sa dilda ai ugi që ka filmin personet e nisit. Sa di ugi që ka filmin me doktorin. I mësu përveç pra, kupta. Ue, loti e. Loti darkës. Ky ishte kanal Falas apo me abonim? Me abonim 134 në fund. Me 134 po. Kurse i shoku im thap ka marrua abonimi tha. Jam aq të dëshpëruar dhësa po sa jo e me BBF. Kam kap Maja Aliçka i dha. Oh, no, nëses. Lot. Kështë e bukur, vallai. Shivajta fërkova syt me këto djekset. Po, çaj bëra. Djers. Ë? Dhe po më dikë syni, ha? Djers. Po.
Na falo goca 1 milion herë, po. O vëlla, do ket paktën disa mira goca që ta shikoj këtë gjë duke se e ke personale me Kristinë. Po mirë, me këtë kemi anë tjetër, edhe kush do të shofi, le të shofi. Po ti jesh brenda studios dhe është problem. Po ta shikosh nga shtëpia jepi drejtim. Lezeshme ishte. Pra, kjo ishte më bukur se Barceleta. Unë në fakt gjithmonë i kërkoj në një të tuar, më thuaj një Barcelet që të pëlqen për shkakun. Po nuk më del dot nga, do të gjesh një Barcelet mua. Ti do të mendohesh për shkakun. Po para se të gjesh Barceletën vrava një fëmijë të landit. A prita se kam Klajdin që më Me këtë hahet më shumë nga thrit docat. Si, domethënë me të gjithë hahet se ke shok, por këtë hahet që kem fan më gallat me Florin, me Florin. Flori. Domethënë është i çmendur dhe ai, domethënë është natyrë që është fani kështu. Absolutisht po. Kam dëgjuar shumë gjëra. Edhe me Klajdin, me Bruno, absolutisht, me Mirin, absolutisht, po atë smundje psiqike që kam unë bashkë me Florin nuk e kam me njëri tjetër. Duhet të të komplimentoj, një shoku im thot që performanca më e bukur e bërë ndonjëherë në një makinë, performanca më e bukur e kërcimit nga një qenie humane, thot ai, është Vik Krajat e Nallane. Kur e ka parë videoklipin për herë të parë, më ka marrë mua, hajde shikosh një gjë të bukur, më thot, më çaj dhe kur. Shiko si kërcer ky në makinë, më tha mua. Shiko sa i sinkronizuar, sa bukur kërcen. Dhe vërtet në fakt atje e ke kap super bukur atë gjë. Do bënim klipin e Nallanes. I ka xhiru Vizdako ato. Mrapa ke makina është Vizdako. Duket gjuri pak. Do bënim vizit është sa gishti. Sa gishti. Po që do bënim klipin e Nallanes. Edhe Flori që shfishte me të gjithë. Absolutisht Flori krijonte, investonte etj. Edhe fol me njërin, fol me tjetrin, jo po klipi kaq. Është thotë, çanto çmime këtu, kështu ta bëjmë ndryshe. Si ta bëjmë? Hajde me mua thot. Morëm Vizdakon telefon, makinë, GoPro, visi mbrapa me një Fiat që kemi pas studio shumë të para. Makinë, hec. Pastaj u bë trend etj, kupton, po që nisi nga një gjë. Sa ka kushtuar? Shumë pak. Çaj kemi hedh benzinë makinës, nga 20.000 lekë benzinë, një Red Bull për visin, e për ne shpim në Red Bull se sa ishim zgju. 25.000 lekë videoklip. Po, montazhin e bëri Visi, Flori, se Flori bën shumë gjëra, domethënë. Edhe montazh bën ai. Po, Flori bën shumë gjëra. Ka bën montazhe klipesh Flori, vërtet. Pak unë që me ato titrat, me ato gjërat montazhet e bën me Flori. Super e goditur, në fakt ajo është komplet, si videoklip është zhvilluar në formën e rrjeteve sociale moderne. Pra shumë përpara kohës. Shumë përpara, realisht shumë inovator. Ke pas dorë te Nallane, domethënë tek krijimi muzikor i gjës. Jo, ke krijimi muzikor. Jo, të gjitha prodhimet. Por ç'është ai njeriu, vllash gjeni fare. Prodhimet i bën Flori, un jam gjatë gjithë kohës dikush që Flori pyet për mendim dhe madje klipi Nallanes 1 ka qenë muzika Nallanes 1 ka qenë tjetër gjë, pastaj vendosim në një moment tjetër që brenda natës u ribë pjesa e bitit dhe këto gjërat. Gjithmonë ndihmoj me gjëra çka më kërkon Flori gjatë procesit kreativ që i duhen elemente, i duhet bërë diçka, i duhet dora për diçka që mund ta ndihmoj. Absolutisht po. Kurse në total të gjitha gjërat i bën Flori. Flori është makineri krijuese e fikshme. Skëter tha stresi kur e kishim këtu të ftuar, stresi tha është një skëter, si një re e madhe e zezë që kur del tha i mbulon të gjitha. Ka energji shumë të frikshme. Mund ta ndjesh, Florin e ndjen kur hyn në një dhomë, kur hyn në një dhomë dhe janë 30 veta, ti e ndjen energjinë e Florit. Është shumë ka energji shumë të mirë. I papar. Unë personalisht mendoj, dhe këtu nuk e them fare për faktin që ti ke mik edhe kolegë të tjerë me radhë, por vërtet mendoj që Flori për fatin e tij të keq ka lindur në Shqipëri, po të kishte lindur në një realitet tjetër, absolutisht do ishte për mua mbase kanë këtë autorët më të rëndësishëm në botë. Ka një talent jashtëzakonshëm për të prodhuar muzikë që përqafon popullin, duan njerëzit. Është jashtëzakonshëm. Gjithsesi, mos flasim për Florin se timeless. Kam një intervistë që do të vendos sikletë tani. Është pa parë fare. Jepi. Do të sikletos fare. Do bëjmë një gjë që është bërë shumë e përhapur në rrjetet sociale. Ky është kushëri i parë i landit. Po. Miço. Miço. Kujdes vëllazë, kam me sherra i kthep. Sigurisht se thash kam një gjë që është bërë goxha virale nëpër rrjetet sociale, është kjo apo. Këtë apo këtë. Dhe ti do zgjedhësh midis DJ-ve. Po. Ti ke shok, miq, koleg, por duhet të zgjedhësh. Aldo
apo Sardi? Po për çfarë bëhet fjalë? Kush është më i mirë si DJ? Aldo, absolutisht. Aldo. Aldo apo Jonko? Aldo. Aldo apo Abel? Aldo. Aldo apo Veli? Aldo. Aldo apo PM? Aldo. Aldo apo Dax? Aldo. Aldo apo Adisha? Aldo. Aldo apo Kol Turdiu? Aldo. Aldo apo Adam Reeves? Aldo. Aldams apo Buki? Aldo. Aldo apo Disco Jack? Aldo. Aldo apo Blunt? Aldo. Aldo apo Chris V? Aldo. Aldo apo Miki? Aldo. Aldo apo Viki? Aldo. Aldo apo DJ Rigard? Aldo. E s'ka më, ka që. Aldo është DJ më i mirë që ka pas Shqipnia dhe që ka për të pas ndonjëherë. Të tani fjala për të pas, pse? Pse? Sepse, ja ta them unë, që ti jesh DJ sot, duhet të jesh shumë gjëra. Aldo është ai i cili e çoi çmimin e DJ-t nga 500.000 lekë në 2 milion lekë nata, gjë që këngëtarë nuk i merreshin atëherë. Dhe është si të thush 2.000 euro para 10 vjetësh me 2.000 euro sot, që 2.000 euro para 10 vjetësh ka qenë shumë më shtrenjtë. Absolutisht, pra është. Kupton? Dhe Aldo ka qenë popstari i parë, superstari i parë nga DJ-t i DJ Likut në Shqipëri, kupton? Vendosi standarde, te mbushje lokale, teknikisht është i parritshëm. Dhe ka prodhuar muzikë. Përveç asaj, nuk po hy fare ke pjesa prodhimit, po hy vetëm tek pjesa e DJ Likut. Dhe për mu, Aldo është, mund të them, pa frikë nga DJ-t, është një nga idhujt e mi. Kupton? Nuk është që mund t'isha dhe unë t'jepja përgjigje dhe kur më the Aldo apo Viki, kupton? Nuk ka fare këto, unë jam një tip shumë modest dhe e di shumë mirë. Tjetër gjë është sa aktiv je, sa aktiv si je. Aldo është histori e përjetshme në kohën e DJ-ve në Shqipëri. Dhe më the dhe Adisha, më the dhe DJ që kanë qenë më të vjetër dhe Kulli që të gjithë kanë vlerat e tyre. Por e di, jam koshient, Aldo është Aldo dhe pik. Ka bëra shumë të lehta vëlla me atë Aldo. Në fakt është edhe për mendimin tim ai qëndron mbi të tjerë. Finito. Na ka dhuruar shumë emocione Aldo ndër vite. Unë leja orë të mësimit dhe shkoja dëgjoja Aldon. Kupton? Dhe si mund të të them unë ty që të gënjej, filani po filani, jo vlla jo, unë leja orë të mësimit dhe me zi prisja të shkoja dëgjoja Aldon. Rregullonim shtëpi, bënim pastrimin dhe vinte orari dhe unë hapja zërin e radios dhe rregulloja shtëpinë me mamën e babin me muzikën që lunte Aldo. Kamon tash, Aldo është Aldo. Edhe unë kam dëgjuar shumë. Pik. Kështu që ti themi publikisht, paktën ti them shumë faleminderit për gjithçka, DJ Aldos. Po. Merci, ma friend. Shkojmë tek salsa e radhës tani. E mbajtë o? Ku ishe ti? Këtu, unë e mbaj. Pse e hëngre këtu ti? Po pra, e morëm, e nënta jemi. Te nënta jemi, sigur? Po. E more, e? Morëm. E mbajtë më i poshtër. Bravo, të qoftë. Bravo, shif. Barsaletën s'po ma thua. Po... se ajo e teta është me poshtra. Dëgjoj mu, ajo ka kikur më të fort. Ore, na ushtu pulsi ritmi i zemrës, sigur. Shenjë mirë është ajo. Sigur pi madhe, sigur hëngrëm krah pule. Shike këto, nga di si bëhesh pi madhe. Me dëgjume. Filma. Ku e ke dëgjuar? Nga cila vrime hundës? Filma. Vazhdon ky me 1, 2, 3, 4. O vlla, gërhet natën ti, apo është pyetje idiote? Krahas shumë. S'kishte si të ishte ndryshe, ti po gërhet ditën. Po tani, do pish tequila apo do pi... Haj gëzuar të paqa. E ke qef në një gotë? Ky bjezin... Që që kam të hapin me vones më burë. Se unë gjas me provoj në gjujer. Ore ti djegjen nuk e ke në goj? Jo, më vjen kështu si... Nga stomaku? Më vjen kështu si... Po pse fajson djegjen e spice-it dhe nuk fajson faktin që ke pirë deri tani 2 dopjo tequila? Dhe ta mendosh që është tequila që dhe vlen, nuk është nga ato të shocave. Ose ndoshta bashkë, po bëjmë një gjë, sa më filloj që këtu, filloj kështu si ardhi këtu. Ashtu të fillon, Po, filloj që s'ka që.
Po, çfarë do më thoje? Barsalet. Mos e kishe 20 minuta për ta menduar Barsaletën në E po se ti të bëu dhe pyetjet vetë këto me hongër, unë s'po di ç'a të bëj përpara. Jo, më qull, breket i kam qullur do. Fare po them. Të betohem është informacion që nuk më intereson Po më fare. djersisi, Sa lagështir kanë brek. po më djersis, jam qull mrapa gjunjve. Kjo tregon Të kanë djersit anomali mbas ritmi gjunjve. zemre. Po. Jam keq po të them fare. Po i ke këmbë të palosura o burr. Do edhe t'i kjo ngrësh më- lart mbi tavolinë. Sekond. Ma e pauzë ma. Po çu pse ta mbajmë pauzën edhe njerëzit për këto? Mezi presin të të shohin ti të varesh. Mi. S'fam kujdet Barsalet tash. Vetë kujtoj me si. S'kam shpik të telefone mos e kam s'le Klajdi me vdek vetëm Barsaleta na çon. Klajdi kam shumë humor nga ta. Klajdi është i tmerrshëm. Ashtu ë? Klajdi është i tmerrshëm. Po ja ta thash atë me. E më mirë, dakord. Po tani, si është plani? Si është plani tani? Bashkë me Bertin kemi ngritur një lëvizje që quhet Bela Muzika, muzikë e bukur nga italishtja. Po pse e keni bërë italisht? Po se unë jam gjys italiani. Pse e gjys italian? Se gjyshën e kam italiane, pasaportën e kam italiane. Faktikisht gjyshin italian bën një të katërt në italian. Po mirë, po Ke qef. kam dhe gjyshin me pasaportë italiane. Po që është Jam dhe tifoz me Juventusin, më pëlqen dhe Fiati dhe Ferrari. Ç'a do tash? Qartë. Jo, ty më gjethe pizza dhe makarona, du bëre 110%. Po. Pra, okej, dakord. Do më pëlqen të kishe vënë një emër shqiptar. Kam dëgjuar gjithë jetës muzikë italiane. Dhe me thënë të drejtën, është e drejtë kjo që thu ti, po e gjeta veten me një emër që tingëllonte pak më ëmbël, Bela Muzika. Edhe me internacionale. Edhe me internacionale, duke qenë se plani është për ta bërë eventin global. Kështu që nisëm këtë lëvizje me Bertin, u bën ja një vit e gjys që neve punojmë me muzikë, provojmë, bëjmë këtë eventin që quhet Bela Muzika, që është shumë i famshëm në Tiranë. Patëm shansin për të bërë hapjen e dy artistëve më të mëdhenj të botës, të grupit Kine Music, që ishte Adam Porti me Endmin, dhe kjo është faleminderit shumë i madh që i shkon gjithë organizimit që ka bërë Noisy bashkë me Alpha Show dhe Sono. Doli një event shumë i bukur dhe ai është një checkpoint jetë, them, është një rast që jo çdo kush mund ta ketë, sidomos në Shqipëri, kupton? Absolutisht. Që është një vend i vogël dhe të vish ti bësh hapjen Michael Jacksonit të muzikës Afro House. Asa ato janë Michael Jacksoni sot e kësaj dite, kupton? Ndoshta shumë do më thonë ku bervesh ti e Michael Jackson ishte Michael Jacksoni. Jo, për momentin ata të dy janë influenca muzikore në të gjithë zhlojet e zhanreve të botës, ato define the music, si më thënë, kupton? S'do bie dakord, po megjithatë. Për muzikën elektronike, komerciale dhe jo komerciale dhe moderne. Janë. Okej. Për mendimin tim. Dakord. Dhe jo vetëm për mendimin tim, po koha ka treguar që dhe çmimi e tregon që ato janë dy DJ që kur bëhen 3 shkon 1 milion euro. Tash mendimi jot, mendimi të gjithëve mund të thotë çfarë doj, po në fund të ditës artin e vlerëson. Sa ka çmimin Dua Lipa? Nuk e di sa ka. Po këta të 3 shkojnë aq. Po dhe këta. Pastaj po flasin për lëvizje muzikë Afro House që është elektronike. Po them që është elektronik. Po, të marrësh 1 milion euro 3 veta ose diçka më pak që si ka, po në total ai shkojnë. Nuk është pak. Sa mund të marrin Oasis për shkak, sa mund të marrin megjithëse Oasis tani s'po dalin më, po nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e DJ-ve që të marrë dikush që jetë kjo dhe të DJ-ve të muzikës elektronike. Qartë. Po, prandaj po them që në këtë zhanër. Kështu që patëm këtë gjën, Bela Muzika po vazhdon. Do bëhet në disa qytete të tjera dhe në vendet më pikante të Shqipërisë. Do jeni gjatë verës kudo pra? Po, do jemi gjatë verës kudo, do jemi jashtë Shqipërisë, do jemi në Greqi, do jemi në Itali, do jemi në Spanjë. Bukur fort. Kështu që ky është plani. Do të thënë kjo me këto, po, me i ke mbyll atë? Po. Po në rregull, shitur jeti, pse po i bën promovim tani? Jo, s'po i bëj promovim, po tregoj që ku jemi. Jemi për të bërë botnor. Inshallah, valla. Do zoti. Ta shtike 10. Ky është i fortë i fundit që shlirohet loja. Ktu vlla, i vjen të puth dragoj. Ashtu.
Hajq pul sa futet ti vëlla vetëm kur ta ndihesh në zor. Mos. Mos. E bëre stërvitën për sot më qa ke? Do vazhdojmë palestër ti. Apo do vemi ti thym hekurat? Filloj prap. Ha më vlla. I kërë do më sa qek. Pastroj gjurë, pastroj gjurë. Mos po kuptoj atë po të pëlqen apo po të djeg, apo të pëlqen se O, djeg. djeg e dhem. Po të pëlqen që po djeg e dhëm apo të dhëm që të djeg? Ja fjes duhe. Të thash i ziu, mund ta kishe lënë si E pa. shi se të ka ngel çik pul djegse tek mjekra mos të vjen nga Po qa thumër plaka. e hoqe me ajër. E hoqe me ajër. Që me bërë si viking si e bërë. Dzathur je, more. Dzathur është në jugosh e zbathur. Kjo s'ishte. Jepe këtu se di që apo hik tash me gjithë emision daç prin, daç maj këto. Do bëj syt me djeg se do na përvlo dhe na syt. Unë jam rregullu i qik me timen. Se di që po flas tash. Rudo. Ha vëlla çka? Kush i han këto vlla? Po unë mo, të gjithë tjerët. Të gjithë kanë ardhi kanë Arridhin përballuar. hundët. Na Jo, na hape barkun më puna, shpirën më punë, mos pirt më në emision. na sakatove. Seriozisht? E kam nga stomaku, nuk mund. Kristina na fal. Na fal, kërkoj falje Kristina. Më fal, e kam nga stomaku, jo. Zot. Mu zoom veshët, është normale? Më dëgjon mua? Po, mu zoom veshët i moment. Jo, ç'ishte kjo? Është çik. Ke parasysh atë që i tha vajti njerëz te doktori, i tha doktor, tha nuk Më fal se s'po përqendrohem dot. ja këtu. Shiko këtu. I tha vajti njëri te doktori, edhe i tha o doktor nuk dëgjoj, tha, plas tha doktori. Qa the i tha? Qa thash i tha doktori? Në plas tha. Shumë mirë i tha, 50 euro. E s'kështu dhe hajqë shmëndjen nga djegja. Ha, më mirë, e more. Kjo ka kështu ngrihet, pastaj bie shpejt. Paka shumë si s'po them emrin, se do ishte arrogant. Ha, hith, na thau nga Jo, kjo ishte e fundit, kjo ishte. Jo, mbarove, pra kjo ishte finale, këtu çlirove atë dragojnë, del si është ajo te Super Mario. E more princeshën tani. Çfarë do bësh me princeshën? Ja. S'përgjigjet, është burr i martuar. Edhe Se çapë se kudo se mund. ka menjen. Me rob shtëpie se ka menjen çam thu po të them, nuk e ka menjen. Ndoshta se besojnë të nuk e ka menjen. Nuk e ka menjen fare çam. Jo, realisht mendoj se ti duhet të jesh ti dhe edhe Eugenia ka përjetuar goxha djegjer, po ti dhe Eugenia duhet të jeni njerëz që kanë përjetuar më shumë. Jeni komplet intolerant. Me gjën? Vazhdo ka. Like, ti do të ngjisin vetëm një muzikë saks në fund. Rabe për dia dushit. Në del koma. Na fal Kristina se edhe ti këtu edhe gjithsesi. A ka diçka për të shtuar i dashur mik? Qa të shtoj unë i shkreti? Unë më erdhe këtu më gjveshëm çorapet mi hoqe, më përvelope, game, bone. Qa të Jo, shtoj? unë gisht, jo. Gishti gjitha mi bone sot. Unë thash po të kesh gishtin, Më dha djek se i lë në stomakun filloj. Qa të them unë tash, i shok të kom, po. vllashko, I farmuti, urdo. po për 500 euro. Po 500 euro, 500 euro, taksat mrapsh, të merr dhe taksat.
15% kur. Ma, Kaq, e? nuk kam çastoj, di të them që do doja të thoja që jam shumë i gëzuar që erdha këtu, po ne bëjmë një challenge një njeriu. Boja kujt duash ti, po desh le të vi. Po. Zgjidh një emër, do të bëj challenge ti. Po desh ai le të vi. Kush vi këtu? Genc Zotaj. Kush më? Genc Zotaj. Dakor. Do ta komunikoj. I përballon ai? Ai është goxha përballus, po përballon. Ati futja fort. Fort gjitha që ke e para. I përballon ai, po futja fort gjitha. Po. Genc Zotaj duhet vi. Genc Zotaj Genti është shoku im, vlla im, ortaku im, është entrepreneur, merret me teknologjinë, ka një biznes që duket një lokal i vogël i cili quhet Frudza, po është më shumë se sa një lokal i vogël, është një vend ku ndodhin shpike dhe teknologji gjatë gjithë kohës. Dhe kur ta kesh në emision do shohësh pse të kam thënë për Gentin. Mrekulli. Atëherë unë ngjelet vesh të falenderoj, po para se ta bëj diçka tillë, do duhet të dhuroj një bryzylik nga Argendari Donaldo. Argendari Donaldo e gjeni direkt përballë Top Tanit ose në Instagram. Mund të gjeni, ka super bizhu, ka shumë veçanta, mall special fare që nuk e gjeni në vetë. Ne ta bëjmë reklam. Argendari Donaldo. O vllai, qel me fare sot vjen dora man. Është me gur vulkanik që sjellin fat sipas traditave dhe gogla ari. Sa e bukur qeka, ja, qeka shumë e bukur. E di. Janë dhe kështu trendi që mund të vendosësh, po themi çfarë do lloj veshje, i shkon besoj cili do lloj stili. I shkon në formatit tim. Absolutisht, prandaj mendova që të merr diçka të tillë. Shishi, që kanë gur tamam. Janë gur vulkanik edhe gogla. Gur vulkanik sikur ke qenë herë vulkanti, Ku e diti që si është guri vulkanik? Si ai që ke ndor? Nga del. Nga vulkani. Po sigurisht pra. Ka të dali, nga fura bukës të dali. Ç'të them unë? Po s'të dali nga fura bukës, nga vulkani të dali. Po çfarë të përgjigjem unë me këtë pyetje? Argendari Donaldo. Është si ti thua tani, këto janë banane, thosh nga ditë që janë banane, ke qenë ndonjëherë. Po jo, është gur vulkanik. Po pra. Dallohet apo çka ka guri vulkanik? Përveç se vetë. Shikoj këtu, shikoj se nga çmendet ti do bëj teori për çdo gjë. Diçka nga lava. Po është ftohur tani, se ti të ka dek nga salca. Shikoj tani. E dallon? Ke parë ndonjë gur në rrugë kështu? Ky është karboni që krijohet në momentin që nxehet shumë temperatura dhe është po. Ti e ke më lagjën aty afër vulkanit se ke më? Jo, valla, kemi nduruar shtëpi se na dilte me energji elektrike shtrenjtë. Shumë e bukur. Që pas ka dhe këto si gogla ari, shumë e bukur. Jo si gogla ari. Gogla ari, shumë e bukur. Faleminderit edhe një herë Donaldos. Faleminderit gjithë sponsorëve tanë, Qumë Shtrit, Lufra, KVC-s, Go Plus. Ai gëzuar. Çisë. Po bëj një me e bëjmë të gjitha Go Plus or Go Home. Kemi dhe Tequila Contigo. Po këta janë të ftuar, mos që s'ke nevojë të përmendesh asgjë. Tequila Contigo, e cila është tequila e re që vjen në Shqipëri dhe që ka shije të ndryshme, pra është ajo që po. E mamen kur e bëni ato meshin rakin? Po. Ha si duket nga? Që ka mirë. Që tundet shumë pra. E vjen edhe në dorë kështu. Po pra edhe. Jo, e vjen në dorë kështu, fërkon kështu edhe. Dhe sigurisht mos harroj Real Motors, të cilën Real Motors e gjeni në Instagram, por edhe në website-in e tyre Real Motors mund të gjeni makina dhe motora në çmime fantastike, alternativa pafund për të udhëtuar kudo që ju dëshironi dhe me asistencë speciale. Thënë gjitha këtu, nuk e din që se harrova në sponsor, unë do të falenderoj edhe një herë. Faleminderit shumë Rudi. Falenderoj shumë për faktin që pranove, që të merri përsipër një sfidë që unë e di që ti e ke me siklet për shkak të organizmit të degraduar ndër vite, që ke e për faktin që edhe ato 3 vjet jetë që të ka ngel, i shkurtove me të paktën 6 muaj. Më shumë dhe më bukur nuk ishte si të mbyllte kjo gjë. Unë them mos e shihni më këtë kanalin, bojkotoheni të gjithë, bëheni report. Bëheni unfollow dhe më bëni mu follow. Se do filloj podcastin tim, jo me djegse. Thënë gjitha kjo, ju urojmë vdekje të lehtë. Faleminderit. Marrësh nga mbrapa. Nga mbrapa do të vi, po. Jo, nga mbrapa, jo. Jo, nga mbrapa. Dal çfarë? Miq, ne do takojmë sërish puntatën e radhës, mos harroni tani jemi çdo të martë. Bye bye.